Të gjithë ju që keni mujt me dëgju Zotri Regjaj në Debat Plus, e dini për çka është tema, e ndërsa ju që se keni dëgju në një moment të caktuar, ky flet për krijimin e qeverisë ose zgjedhjet, ose qeveria Kurti, ose zgjedhjet e reja. S'ka konstelacion tjetër për qeveri post të lëvizjes vendosje. A i bën dëmb lëvizjes vendosje mu qas me një arrogancë të tillë ku thot ona hiq, dhe si krijohet qeveria në bazë këtij kuptimi, pra ose duni me na votu neve, po ata s'kan fitu për mi votu juve. Ju do duhej, mendimi im, do duhej për hir të këtyre që ju kanë votu, me gjetë mundësien e bashkëpunimit me të tjerët. E pastaj nëse shkojmë zgjedhje për shkak që tjerët s'kan numra, atëherë ç'është tjetër, mendimi jam. Dhe çështja e dytë që duket pak arrogante, po ashtu është, pse e keni një bindje, është një bindje plot që diaspora nuk ndryshon mendimin edhe veç ty të voton për shembull. A vjen, ndoshta diaspora ndryshon mendimin, është mirë mu kujdes në ato që ka thuhet se nëse shkojmë zgjedhje të tjera prap do ngelemi ku jemi.